Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po takohemi sërish në kanalin Histori Jete për të ndarë këtë herë historinë e Klaudjes, një vajzë që sot është 40 vjeçe, është ndeshur që në fëmijërinë e saj me një tragjedi që shumë vajza realisht e kanë përjetuar, e përjetojnë nga njerëz të cilët që kur martohen nuk din të respektojnë dhe të vlerësojnë të qenurit prind, epitetin prind apo baba. Në shumicën e rasteve ne dëgjojmë që jo çdo kush mund të jetë baba dhe pikërisht babai i Klaudjes vërtet nuk e meriton të quhet baba. Dëgjoni historinë. Unë jam Klaudia, sot 40 vjeç. Jetoj në Itali dhe punoj si kamariere në një lokal të vogël bus rrugës. Kam një djalë që është e vetmja arsye pse unë marr frymë. Jeta ime nuk ka qenë kur një jetë e zakonshme, por një dramë e përditshme. Një ferë ku fëmijëria mu doq pa mëshirë dhe rinia mu grabit nga një njeri që duhej të mbronte. Emrin tim. E ai është babai. Unë isha fëmia e parë në atë shtëpi. Një vajzë që mbante ëndra të thjeshta në zemër. Të shkollohej, të kishte një jetë normale dhe të bëhej dikushi. Por në shtëpinë time nuk kishte vend për ëndra. Babai im kishte një qëllim të vetëm në jetë. Lekët. Përpara ishte në gjendje të shiste gjithçka, edhe vajzën e vet. Bixhozi, rakia dhe kalçeto ishin feja e tij. Nëna ime e vuante në heshtje, ajo rihej, poshtërohej, kërcënohej, por nuk kishte ku të shkonte. Mjerimi i saj u bë dhe mjerimi ynë. Kur isha në vitin e parë të shkollës së mesme, ndodhi ajo që më theu përfundimisht. Një pasdite, babai erdhi në shtëpi me një shok, një burr i panjohur që mbanin erë alkooli dhe duhani. Fillimisht nuk e kuptova ç'po ndodhte, por pastaj çdo gjë u kthye në një mangth. Më mbyllën në një dhomë dhe nuk dua të shkruaj detajet. Më përdhunua. Nga babai im dhe shoku i tij. Ato minuta u bën orë. Ato britma mbetën të mbyllura brenda mureve të shtëpisë son të mallkuar. Askush nuk erdhi. Askush nuk dëgjoi, askush nuk ndihmoi. Qava, bërtita, ju luta Zotit. Por babai im ishte verbuar nga paraja. Nuk më pa më si vajzën e tij. Më pa si një mall, si një burim fitimi. Nga ajo ditë nuk isha më fëmijë. Nuk isha më asnjëri. Thjesht një trup që shitej për 3 vite me radhë. Më shiste tek miqtë e tij, tek njerëzit panjohur, tek burra që vinin e që shkonin. Më quante burim i lekëve të shtëpisë. Nuk mund ta përshkruaj dhimbjen që më shoqëroi ato vite. Ndihesha e ndyrë, e neveritshme, e vdekur brenda vetes. Por nëna ime, ajo grua që më dha jetën, ishte e lidhur nga frika, dhuna dhe varfëria. Ajo nuk mundi të më shpëtonte dot. Ajo vet ishte një viktim. Më ka parë në sy shumë herë, me lot në sy, por nuk fliste dot. E kuptoja dhimbjen e saj, por nuk mund ta falja. As nuk mund ta ureja. Ishim të dyja të burgosura në ferin që ndërtoi babai im. Kur mbusha 18 vjeç, vendosa të ikë. Mu dha rasti të largohem për në Itali. Një mikesh më ndihmoi të ikë me një dokument false. Nuk ktheva kokën pas.
Ika pa u përshëndetur. Ika me një valixhe të vogël dhe me një shpirt të coptuar. Ika për të mos vdekur. Në Itali nuk ishte e lehtë. Në fillim më ftuan në punë si një pastruese, pastaj si një kamariere. Ka pasur ditë që kam fjetur në stacionin e trenit, ditë kur nuk kisha se çfarë të haja, por më mirë varfëri se sa të meri që lash pas. Me kalimin e kohës, jeta nisi të më marrë një formë tjetër. Një ditë u dashurova. Ai ishte i ëmbël, i sjellshëm, dhe për herë të parë pas shumë vitesh ndjeva sikur kisha një njeri. Nga ajo lidhje linda djalin tim, arsyen që unë ende jam gjallë. Nuk jemi bashk, por kemi një marrëdhënie të shëndetshme dhe ai kujdeset shumë për djalin. Unë punoj çdo ditë, ndonjëherë dhe 2 turne, vetëm që djali im të mos njoh kur atë ferë që unë e përjetova. E dua me shpirt dhe jam zotuar vetes që do bëj gjithçka që ai të ketë një fëmijëri të lumtur. Ndërkohë në Shqipëri, babai im sot është i smur, i paralizuar dhe i braktisur. Disa më thonë se ka marrë dënim nga Zoti, ndoshta po, por unë nuk dua hakmarrje. Dua paqe, dua të shëroj plagët e mia dhe më shumë se gjithçka tjetër, dua të lidhe me ti me më. Nuk kam asnjë kontakt më prej shumë vitesh. Nuk e di se si është. A jeton ende apo është bërë hi nga malli, nga pendesa e nga heshtja. E kam denoncuar disa herë babain, por policia në vendin tonë është e verbër, e shurdhët, e ftohtë, se mori kur seriozisht dramën time. Madje më qesh në fytyrë dhe më thanë se nuk kam prova. Si mund të kesh prova kur ti je një vajzë 15 vjeçare që përdhunohet në heshtje? Si mund të dokumentosh atë që të shkatron jetën? Sot nuk dua më drejtësi ligjore. Dua drejtësi njerëzore. Dua të gjej nënën time. Dua të di si është. Ti flas, ti them që nuk e urej, që ndoshta mund ta fal ndonjë ditë, por më mungon. Më mungon aroma e saj, duart e saj që më ledhatonin fshehur azi, kur babai ishte në gjumë. Më mungon, oj nën. Ky është rrëfimi im. Unë jam Klaudia. Kam qenë viktim, por nuk jam më e tillë. Kam qenë mall pa vlerë, por tani jam një nën me forcë. Kam qenë trup i përdhunuar, por tani jam një shpirt që kërkon shërim. Nëse dikush më dëgjon, nëse dikush e njeh nënën time, ju lutem më ndihmoni ta gjej, jo për të kërkuar llogari, vetëm për të thënë, jam gjallë nën, edhe të dua.